Si zakonisht ekipet nga Tuzi i Malit e Zi marrin pjesë në torneo ndërkombëtar që zhvillohen në Shkodër, si ishte ky i kësaj rralle për festat e nëntorit. Ekipi Malësia që drejtohet nga kryetrajneri David Camaj. Kënaqësi e veçantë, vini vazhdimisht pjesëmarrës në atmosferë shumë festive. E vërtet, Spari do t'u përshëndes, do t'u uroj gjithë shqiptarëve 28 nëntorin. Me të vërtet është një festë mbarkumtare, ku ka ma mirë se me gjakun tënd, me gjuhën tënd, me kombin tënd, dhe do të përgëzoj jetë mirë Podgoricën që çdo herë në nivel. Pra ne edhe kësaj herë morëm pjesë, dhe çdo herë do t'jem në Shkodër në këto aktivitetet mbarkumtare, është nësi shumë e madhe. Menoj që klubi Malësia tash është madhe një brend i njoftun, jo vetëm për Malëzi, për Tuzin, por edhe më larg, ashtu që erme me një gjenerat më të vogël, gjeneratën unat, por patëm edhe të shtatë. Me nësi jem knas, tu jem gjithë fituar, ashtu që arritëm dhe në gjithë finale, për ne është një sukses, sepse treguame se në klubin Malësia punohet, ka një strategji, ka një përvoj, dhe punon dhe jem duke etë rrugë së drejtë. David, ky viti 2025 ka qenë suksesën për klubin Malësia, duke pas parasysh edhe sukseset në torneut ndërkombëtar, sidomos ato të Gjermanisë, por edhe me tej. I kënaqur për mbylljen e vitit? Po, me të vërtet është diçka që na bën krenar. Viti 2025 që shumë i suksesshëm. Kthehem pak në janar me pikërisht me këtë gjeneratën 2017-18, zumë vendin e parë në Podgoricë, pastaj gjenerata 2015-16 u shpall kampionin e Gjermani. Me të vërtet ishte diçka, them të drejtën, nuk e pritme, por edhe herë nuk tregua se në klubin Malësia me të vërtet ka një strategji, punohet dhe jem duke etë rrugë së drejtë. Ashtu që jam masë i bindur se ky vit do mbahet mend, por me siguri do të vazhdojmë punojmë edhe më mirë edhe më shumë, sepse nuk jetohet në kujtimet, por të vazhdojmë me suksese. Urime për pjesëmarrjen në këtë torneo dhe suksese në vazhdimsi. Klubit Malësia nga Tuzi i Malit e Zi. Faleminderit shumë.